Serbia ka arrestuar ish-pjesëtarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës Avni Çenaj. Arrestimi është bërë me pretekstin se ka qenë pjesë e një organizate që sipas autoriteteve në Beograd ishte terroriste. Sipas Ministrisë Serbe të Punëve të Brendshme, Çenaj në prill të vitit 1998 i është bashkuar shtabit lokal të UÇK-s për fshatin Romaj në komunën e Prizrenit dhe se si pjesëtar i brigadës 138 Agem Ramadani ka marrë pjesë në sulmin në Koshare në vitin 1999. 52 vjeçarit nga Kosova i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh dhe Ministria Serbe ka bërë të ditur se në prokurorinë kompetente ndaj tij do të dorëzohet një kallëzim penal. Nën kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s Gazmend Sylla ka thënë në 60 minuta të KTV-s se Çenaj është nga fshati Romaj, ndërsa sipas informatave atij është gjetur edhe një kartele veteranit të UÇK-s. Sipas informacioneve që kemi me gjasë dhe gjatë bastisjes, i është gjetur edhe kartela veteranit, që cila ndoshta rëndon hala më shumë këtë akuzat e Serbisë, edhe pse këto akuza janë pa baza, sepse sipas informacioneve që kemi më herët, personin fjalë ka kalu kufirin për Serbi, sepse kishte në gjasë një biznes në Bosnjë, sipas informata që kemi, prandaj nuk ka pas asnjëherë të lashe, por ky është një gjah të cilin nuk e ndal asnjëherë Serbia ka shi luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai ka theksuar se informatat i kanë marrë si nga bashkëluftëtarët ashtu edhe nga dega e OVL UÇK-s në Prizren. Ata kanë pasur kontakt me familjarët e Çenajt. Sylla ka shprehur pakënaqësinë që thirrjet për të mos kaluar nëpërmjet pikave kufitare me Serbinë nuk po dëgjohen. Edhe presidentja Vjosa Osmani u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të shmangin kalimin nëpër territorin e Serbisë. Qytetarëve tanë që jetojnë jashtë Kosovës dhe që mund të udhtojnë drejt vendit, sidomos gjatë festave të fundvitit, u bëj thirrje të shmangin kalimin nëpër Serbi, pasi atje vazhdojnë të jenë në pushtet struktura që nuk dallojnë në mendësi nga regjimi i kaluar serb. Këtë thirrje ajo e ka bërë pas takimit me ish-pjesëtarin e policisë së Kosovës Arbnor Spahiu. Ai ishte arrestuar në qershor të këtij viti nga Serbia në ndyshimet për vrasje të rëndë në Banjsk të Zveçanit.